Po, të A shkon rrezikojmë pacienti. nëse rrismi dozën e antibiotikut? A rrezikojmë jetën e pacientit? Është tashti na kur e rrisim dozën gjithmonë na i marrim parasysh edhe do të thënë fiziologjinë e pacientit, gjithmonë shkojmë të i mat parametrat me pa çush e ka funksionin renal, çush e ka tash pjesa e amëlçisë, edhe normalisht që tash ti ke duhet edhe me u mat, me u pa ti deri kur guxon me rrit çat dozë, ti faktikisht antibiotiku është një thik me 2 teha, kështu që çaq sa është i mirë e ka edhe atë rrezikshmërinë e vet. Po njëherë për njëherë, domethënë i kemi qatë derën hapun prej kolegëve tanë mikrobiologë, të cilët janë, muj me thonë, janë mjaft up to date, edhe tentojnë që antibiotik të ri të paktën diçka që ka mundet me marrë, me e testu, që me na orientu neve që e paska edhe një rrugë, e paska një farë shprejse për me marrë, me fillu.